Kryeministri Edi Rama premtoi dëmshpërblim për të gjithë të prekurit nga përmbytjet e ditëve të fundit. Në mbledhjen e Komitetit Emergjencave, Rama ju përgjigje dhe akuzave të opozitës, duke deklaruar se shiu nuk ndalet me shpifje. Demokrati Sali Berisha thot se kryeministri Rama po tallet me qytetarët duke mos shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Në një tryezë me përfaqësues të partive opozitare, sindikatave dhe mediave, ai tha se vendit i duhet një qeveri teknike. Ka një përmirësim të lehtë situata sot nga përmbytjet, megjithatë gjendja mbetet e vështirë në disa qarqe. Më problematike situata është në Durrës për shkak të daljes së erzenit. Vjosa nis tërheqjen, probleme me qarkullimin në disa akse të vendit. Kryeministri Rama reagoi ndaj një deklarate të gazetarit Blendi Fevziu në emisionin Opinion, se ministrat largohen jashtë shtetit dhe shpërndajnë në media kasetat regjistruara sikur janë në punë. Vetë Fevziu ju kundërpërgjigj duke theksuar se ministrat bëjnë show dhe ky është një skandal që nuk ekziston askund. 10 dyqane u shkrumbuan nga zjarri që ra mbrëm në tregun e rrobave në zonën e 5 Majit në Tiranë. Tregtarët thonë se dëmi është i konsiderueshëm, ndërsa shkaqet nuk janë përcaktuar edhe pse dyshohet për një shkëndijë elektrike. Inflacioni vijon të mbetet i moderuar duke mbyllur vitin 2025 në masën 2.3%. Sipas të dhënave të fundit të Instat, në dhjetor çmimet u rritën kryesisht për shpenzimet bazë si banesat, energjia dhe ushqimet. Mbrëmja e djeshme shënoi një valë të madhe protestash kundër qeverisë në Iran. Ato përfshin Teheranin dhe qytetet më të mëdhenj të vendit, ku hodhën parulla kundër Ayatollahut. Deri tani numërohen mbi 40 protestues të vrarë. Zonja dhe zotërimi mbrëma, mirë se erdhët këtu në televizionin Klan. Ky është edicioni i fundit i lajmeve. Kryeministri Edi Rama ka premtuar dëmshpërblim për të gjithë të prekurit nga përmbytjet e ditëve të fundit. Gjithashtu ai u ka dhënë përgjigje dhe akuzave të opozitës duke deklaruar se shiu nuk ndalet me shpifje. Drejtoritë e ujitjes dhe të kullimit. Kryeministri deklaroi në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile të mbledhur këtë të premte se të gjitha familjet që kanë pasur dëme për shkak të përmbytjeve të ditëve të fundit në banesa, toka dhe bagti do të dëmshpërblehen, por pa specifikuar masën që do të përfitojnë. Sot dua t'i siguroj edhe të dëmtuarit e kësaj here se ne do të qëndrojmë me të njëjtin dinjitet njerëzor, shtetëror dhe politik çdo detyrim ndaj tyre, qoftë për banesat, qoftë për gjën e gjallë. Kryeministri, por dhe disa nga ministrat që drejtojnë ministritë e angazhuara për të përballuar situatën, bën bilancin e sipërfaqeve të përmbytura, masave të marra për furnizimin me energji elektrike dhe situatën në akset kombëtare. 1587 banesa me praninë e ujit, janë evakuar 339 persona. Prania e ujit është konstatuar në 13211 hektar tokë bujqësore, sikundër edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Kemi pasur disa shkëputje në zonën e Kuksit apo zonën e Librazhdit, por që të gjitha janë kthyer në funksion në kohë rekord. Të gjitha linjat janë funksionale, nuk kemi asnjë problematik për sa i përket transmetimit. Rama u kujdes shumë që në përgjigje për gjitha akuzat që vijnë nga ata që ai quan aleanca politike e shiut, të shpjegoj se sipërfaqet me mijëra hektar të përmbytura në veri dhe jug të vendit nuk janë për shkak të keq menaxhimit, siç ndodhte në të shkuarën sipas tij, por për shkak të ndryshimeve klimatike dhe në disa raste dhe për shkak të papërgjegjshmërisë njerëzore. Dalja e ujit nga rrjedha natyrale dhe përpasoj përmbytja për pika e zona më vulnerabël për arsye krejt objektive është e pashmangshme në cilin do vend jo të Shqipërisë, po të planetit. Aleatët politikë të shiut që shohin tek çdo tërbim i natyrës forcën që do të kompensojë impotencën e tyre kundër qeverisë, kanë llomotitur shumë për gjendjen e hidrovoreve, të cilët kanë qenë në funksion të plot pa pushim. Kryeministri i dha përgjigje tërthorazi dhe kërkesës së opozitës për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Shiu nuk ndalet me shpifje, si ato që nuk punojnë hidrovoret. Red nuk shpërndahen me slogane, si ai slogani kronik i çdo gjendje atmosferike të rënduar, të shpallet gjendja e jashtëzakonshme. Këto janë reagime që ushqejnë nervozizëm, jo zgjidhje, ushqejnë ndarje, jo ndihmë, ushqejnë çorodi, jo siguri. Rama foli me shifra për investimet e bëra në infrastrukturë në një dekadë, që tregon sipas tij diferencën me paraardhësit.
Vetëm vitin e shkuar kemi investuar për infrastrukturë të kullimit afro 25 milion euro. Ndërkohë që këtë vit vetëm nga bashkitë do të investohen 11 milion euro, se investimet për afro 250 milion eurosh në dekadën e fundit kanë rindërtuar 536 kanale ujitse dhe kullimi. Në mbledhje të pranishëm në Zoom ishin dhe të gjithë kryetarët e bashkive, prefektët dhe deputetët socialist. Tyre të fundit, Rama disa herë ju përsëriti të jenë në terren në zonat e tyre, që në bashkëpunim dhe me pushtetin lokal të ndërmjetësohet komunikimi me banorët e dëmtuar nga përmbytjet, në mënyrë që sipas kryeministrit procesi i dëmtimit të jeti plot dhe sa më i drejtë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha thot se kryeministri Edi Rama po tallet me qytetarët duke mos shpallur gjendjen e jashtëzakonshme. Deklaratat ai bëri në një tryezë me përfaqësues të partive opozitare, sindikatave dhe mediave. Mos shpallja e gjendjes së fatkeqësisë natyrore nga qeveria për Sali Berishën është dëshmi e talljes së kryeministrit Rama me banorët e zonave të përmbytura. Nuk shpall gjendjen e jashtëzakonshme, sepse gjendja e jashtëzakonshme në ligjet e vendit e detyron që fondi rezervë të Këshillit të Ministrave dhe buxhetin ta çojë drejt tyre një radhë parë. Po kjo jo thot. Në krah të aleatëve të tij dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, kundërshtarin politike akuzoi për provokacion. Në një akt provokativ nga më të ultit, e kishte dërguar dje Lubi Ballukun te ura mi folit. Ju bëj thirrje qytetarëve kudo që të shifni ministra, i gjuani me vezë ose domate. Këta janë shkaktarët kryesor të fatkeqësive tuaja. Pa përgjigje nuk la edhe akuzat e kreut të qeverisë në mbledhjen e Komitetit Ndërministror të Emergjencave. Qa për shpife? 2 hidrovorë të Durrësit. Hidrovori Hamallës pa asnjë pompë në funksion. Të vjedhura pompat dhe motorët e pompave. Kanë vu pompa nafte tani me 30 litra ujë. Tjetër si punojnë pompat. E pas akuzave për grabitje masive të fondeve publike, Edi Ramën e shënjestroi edhe për përqendrim absolut të pushtetit, duke u ndalur tek dosja Balluku dhe ajo e Akshit. Nuk heq imunitetet. Përdor segmentet drejtësisë për të bllokuar drejtësinë. Është një lloj grushti shteti që bën. Krimin e një fronti të gjerë opozitare sheh si mundësi për protesta të qëndrueshme, që thotë se do të çojnë në largimin e qeverisë, e cila sipas kryedemokratit ka një mision. Me 2 objektiva. Së pari, përgatitjen e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Larg duart nga sistemi i drejtësisë. Jashtë tryezës Berisha nuk dha një datë për nisjen e protestave, por tha se gjithçka do e vendosin forumet e partisë. Do mblidhet dhe kryesia dhe protestat të jeni sigurt që do të nisin. Kjo qeveri largohet vetëm me protestat vazhdueshme. Ka njohur një përmirësim të lehtë situata e krijuar nga përmbytjet e ditëve të fundit, megjithatë në disa qarqe situata mbetet natyrisht serioze. Rreshet e dendura të shiut ja kanë lënë vendin këtë të premte temperaturave të ulta, duke pasur një përmirësim të lehtë sa i takon përmbytjeve në zonat më problematike. Megjithatë, Durrësi vijon të mbetet një nga zonat më të prekura nga përmbytjet e ditëve të fundit. Fshatrat Jub, Rushkull dhe një pjesë e Katundit të Ri ka ende probleme me shtëpi të përmbytura. Sipas të dhënave më të fundit, në njësinë administrative Sukth dhe Katundi i Ri janë përmbytur rreth 2500 hektar tokë bujqësore. Niveli i lumit Erzen ka rënë, ndërsa në zonat periferike të qytetit bregdetar janë drejt normalizimit dhe uji është tërhequr. Në të gjithë territorin e bashkisë së Durrësit janë evakuuar gjatë këtyre ditëve 842 banor, 299 janë strahuar pranë familjarëve, ndërsa 543 të tjerë janë akomoduar në strukturat pritëse si kavalishenca, shtëpia e pushimit, hotele dhe ambiente të tjera të përkohshme. Shumë banesa janë në ujë në fshatin Ferras të Fierit, që është më i goditur nga përmbytjet. Veç dëmeve materiale që janë të shumta ka patur edhe ngordhje të gjës së gjallë. Në qytetin e Fierit u rikthye uji i pishëm, ndërsa ndërmarrja e ujësjellësit bën thirrje që për momentin të mos përdoret për konsumim, por vetëm për shërbime sanitare. Këtë të premte ka shënuar një përmirësim të lehtë situata në qarkun e Vlorës. Niveli i lumit Vjoz ka rënë që pas mesnatës, si pasojë e uljes së intensitetit të rreshjeve. Në pikën e Matjes në Memalje, niveli që një ditë më parë ishte mbi 8 metër, ditën e sotme rezulton 3.8 metër. Rënja e nivelit të ujit është reflektuar edhe në Grykderdhje. Në Bishan ka nisur tërheqja e ujit, ndërkohë nënkalimi i fshatit vijon të jetë i bllokuar.
Niveli është drejtrënies, është 9.8. Aktualisht ndodhemi në hyrje të fshatit Bishan, fshati i cili ka patur problematika. Të paktën 20 banesa janë me prezencë ujë në fshatin Bishan, por nuk ka familje të përmbytura. 13 familje janë evakuuar në fshatin Novesel, duke i akomoduar në konviktet e shkollave të qytetit të Vlorës. Banorët thonë se dëmet e shkaktuara nga përmbytjet janë të mëdha. Dëmet e pa bajës e parës përmbytur, kam edhe mbrapa. Shpit jo, po që gjë e gjallë, tërë, këto, toka s'bëtla, me grure, me s'bët lokarifare. Probleme nga moti i keq raportohen edhe në zonat malore të Vlorës për shkak të rënies së inerteve në rrugë. Në qarkun e Lezhës mbi 4000 hektar tokë janë në ujë. Çarja e argjinaturës së fshatit Droje është mbyllur dhe ka një tërheqje të lehtë të ujit. Në total në të gjithë territorin e qarkut të Lezhës janë 265 banesa në prezencë uji. Si rezultat i kushteve atmosferike dhe dallgëve të forta të një dite më parë, në detin Adriatik një anije me flamurin e Tanzanisë ngeci në bregun e Tales në Lezhë. Probleme raportohen edhe në qarkun e Dibrës. Aksi nacional Klos-Burrel është bllokuar si pasojë e shembjes së një kanali mëngjesin e kësaj të premteje. Sasi të madhe balte dhe inertesh kanë përfunduar në asfalt, duke u bërë e pamundur qarkullimi i automjeteve. Autoritetet përpunojnë për të bërë të mundur lirimin e rrugës dhe rikthimin e qarkullimit. Aksi përmet dogana e 3 orave vijon të jetë i bllokuar prej mbrëmjes së kaluar për shkak të çarjes së rrugës në hyrje të fshatit Petran. Si pasojë e modit të keq, në Durrës, Gjirokastër, Vlorë e Fier, procesi mësimor është i ndërprerë në disa shkolla. Në disa zona të vendit pati gjithashtu ndërprerje të furnizimit me energji elektrike. Disa vendet të Ballkanit Perëndimor po vuajnë pasojat e përmbytjes, por edhe të dëborës. Përmbytje si këto vjojnë të mbajnë të mbërthyera disa zona në Maltëzi. Pamjet janë xhiruar në qytetin e Danilovgradit rreth 21 kilometra në veri të Podgoricës, atje ku më 10 banesa e nën pushtetin e ujit pas fryrjes dhe daljes nga shtratit e lumenjve. Autoritetet kanë evakuuar 10 banorë të zonës, teksa përmbytjet kanë bllokuar rrugën që lidh veriun e vendit me kryeqytetin. Në Serbi, pjesa më e madhe e vendit përfshir kryeqytetin Beograd, vijon të përballet me vështirësi si pasojë përmbytjeve, ngricave dhe dëborës. Gjendja e jashtëzakonshme është në fuqi në 9 komuna, ndërsa 15 të tjera kanë patur probleme me energjinë elektrike për shkak të dëmtimit të linjave nga dëbora e dendur. Në Bosnjë mbi 200 ndërtesa janë në ujë në të gjithë vendin, ndërsa niveli i dëborës në zonat malore ka arritur në 70 cm. Pasojat e motit keq kanë shkaktuar bllokim të shumë rrugëve, probleme të ngjashme edhe në Kroaci. Në Hungari autoritetet vendosën nivelin më të lartë të gatishmërisë, alarmin e kuq, për shkak të rreshjeve të dendura të dëborës që bien pa pushim prej të mërkurës. Niveli i dëborës arrin në 15 cm në pjesën më të madhe të vendit dhe deri 30 cm në perëndim. Mot ekstrem edhe në hemisferën jugore, ku është kulmi i të nxehtit i stinës së verës në Australi. Temperaturat maksimale kanë arritur në 46 gradë Celsius, duke shkaktuar një valë të madhe zjarresh në shtetin federal të Victorias. Kryeministri Edi Rama mblodhi në Pallatin e Brigadave mbledhjen informale të qeverisë. Të gjithë ministrat prezantuan dhe diskutuan mbi prioritetet kryesore të 2026-s, objektivat strategjik dhe planet e punës për periudhën në vijim, me fokus të veçantë në zbatimin e reformave që kërkohen për procesin e integrimit. Formati i takimit është i njohur si ritriti i qeveritar praktik që ndiqet prej 2017-s. Takimi nisi në ora 10 të paraditës dhe përfundoi në ora 19. Rama e përdor si platformë koordinimi ndërsektorial, ku të pranishëm në mbledhjet e mëparshme kanë qenë dhe drejtuesit e forumeve socialiste dhe ata të grupit parlamentar. Kjo pasi takimin me këta të fundit, Rama e ka parashikuar të mbajtë të premten e ardhshme në datë 16 janar. Mbetemi me kryeministrin Edi Rama, i cili ka reaguar ndaj një deklarate të gazetarit Blendi Fevziu bërë në emisionin Opinion se ministrat largohen jashtë shtetit në fundjavë dhe shpërndajnë në media kasetat regjistruara. Vetë moderatori Fevziu ju kundërpërgjigj sërish duke theksuar se ministrat bëjnë show dhe ky është një skandal i shëmtuar që nuk ekziston askund. Po në gjysmën e rasteve, ku shihni ministra ditëve diela mas dite që dalin për televizione duke inspektuar, apo të shtunave paradite, dijeni se i kam me fakte, të paktën 7 prej tyre i kam të skeduara. Janë në udhëtime jashtë shtetit, janë udhëtime private, lën kasetat për treguar që janë në punë. Këtë po ju garantoj. I kam 7 raste të skeduara dhe do vazhdojmë të skedojmë, sepse kjo nuk është vetëm arrogancë.
Kjo nuk është vetëm një lloj, po e quaj shpërfillje ndaj atyre që të paguajnë rrogën. Ky është një model i cili po shkatron dhënien e përgjegjësisë në shoqërinë shqiptare. Ky qëndrim i gazetarit Blendi Fevziu ka shkaktuar reagimin e kryeministrit Rama, i cili në rrjetin social Facebook i hodhi poshtë ato. Jo vetëm garancia edhe nga Fevziu nuk gjen mbështetje në asnjë fakt të regjistrit të udhëtimeve të ministrave, të cilët edhe kur dalin për arsye personale jashtë vendit e bëjnë me një kërkesë për leje dhe vetëm e miratim, por është kaq larg realitetit, sa edhe vetë fakti që prej vitesh s'ka më kaseta në nahien ton. Ndërsa në përgjigjen e tij gazetari Blendi Fevziu solli një krahasim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku presidenti Trump apo prokurorja dalin përpara shtypit, ndryshe nga ministrat shqiptar që sipas tij bisedojnë me drejtorët dhe filmohen nga kameramanët e digastereve, duke shmangur pyetjet nga media. Kjo formë e tillë e kësaj sfilate ministrash që flasin me njëri tjetrin dhe pastaj ai filmimi i tyre transmetohet në televizion është një skandal. Pa llogaritur faktin që në shumë raste transmetohet të nesmen, pas nesmen, sipas një planifikimi që bëjnë ministrat. Cilin ministër të Republikës Shqipërisë në 2 vitet e fundit ju e keni dëgjuar të vit japi llogari përpara shtypit? Cilin ministër keni dëgjuar? Me përjashtim të sfilatës muhabeteve që bëjnë në rrugëve dhe që është absolutisht një shëmtim morale e tmerrshme, nuk ka asnjë shfaqje tjetër këtyre ministrave për të dhënë llogari. Po pse janë zgjedhur këta? Për të sfiluar? Pse janë zgjedhur këta? Për të bërë muhabet me njëri tjetrin përpara kamerave? Madje për këtë Fevziu jep edhe një shembull. T'ju kujtoj rastin e Erion Velis, i cili në kohën që BKH-ja shkoi ta merrte në zyrë dhe doli live në gjithë portalet që Erion Velia i arrestohet, ishte duke folur live në gjithë televizionet, live në thonjza, nga një inaugurim apo një inspektim. E njëjta gjë ka ndodhur me ministra që kanë qenë në Vjenë dhe kanë figuruar ditën e diel mas ditën në Tiranë, apo që kanë qenë në Abu Dhabi akoma më keq dhe kanë figuruar sikur janë në Shqipëri. Në reagimin e tij kryeministri e cilëson bubullim qëndrimin e gazetarit Fevziu, të cilit i kujton udhëtimet e fundit në Amerikën Latine. E vetmi arsye që unë i gjej kësaj bubullime janë 7 udhëtimet e fundit të Fevziut në Amerikën Latine, ku Fevziu bashkë me Baton Haxhiun andej ante mëngjes me Japingachos në Ekuador ose rrufiste kafen e famshme Karanavi në 8500 këmbë mbi nivelin e detit në Bolivi dhe këtej grindej live në opinion deri në mesnat po me Batonin. Natyrisht bashkë me korin e llazoreve të sallonit të tij. Sa për kronikën e zezë të javës e sa për përgjimet e zbardura të ditës. Edhe për këtë, gazetari Fevziu ka sqarimin e tij. Rama kishte gërmuar dhe bënte një paralelizëm mes udhëtimeve të mia, natyrisht gjysmë me humor, gjysmë me shaka, dhe po i quaj ministrave të tij. E para njëherë ministrat paguhen me taksa paguesve, administrojnë fonde publike dhe japin llogari para publikut. Unë jam një person privat që mund të shkoj ku dua. Duke cilësuar gazetarin Blendi Fevziu si opozitën e vetme në vend, Rama thotë se është i gatshëm të përballet për qëndrimet që ai ka mbajtur. Por nëse Fevziu e do fare seriozisht këtë temë idiotike të kasetave, e po të dojë edhe të udhëtimeve jashtë shtetit të ministrave natyrisht, atëherë dihet botërisht, unë jam gjithnjë i tij gati për të përballur me opozitën e vetme që ka mbetur pa dalë krejtmen shebojen në këtë vend, pavarësisht lajthitjeve të teketueshme live si kjo e 7 ministrave, të cilat kanë edhe anën e tyre humoristike. Në fund të reagimit të tij, drejtuesi i emisionit Opinion e fton kryeministrin të përballet me gazetarët dhe analistët në studion e tij, duke e vlerësuar faktin që Rama sipas tij është i vetmi që vijon të ketë kurajo të përballet në emision me gazetar ose intervista dhe nuk ka vesin e vartësve të tij që kërkojnë të caktojnë edhe gazetarët me të cilët do dalin në televizor. Dhjetra dyqane u shkrumbuan nga zjarri që ra mbrëmjen e kaluar në tregun e rrobave në zonën e 5 Majit në kryeqytet. Vatra të vogla zjarri, shtullung masiv tymi dhe dhjetra dyqane të djegura. Kjo ishte pamja që ofronte tregu i veshjeve këtu në zonën e 5 Majit, i cili mbrëmjen e djeshme u përfshin nga një zjarr masiv. Operacionet e forcave zjarfikse për të arritur në vatrat e vogla në ambientet e brendshme të kapanoneve vunën kontroll të gjithë zjarrin. Këto pamje të kapura nga një kamera sigurie tregojnë momentin kur ka nisur zjarri në qendër të kapanoneve në hyrjen kryesore. Gjithçka ndodh shpejt dhe më pas vjetre një shpërthim i vogël që përhap flakët. Edhe pse shkaku i zjarrit nuk është përcaktuar ende, hetuesi dyshojnë te një shkëndij elektrike.
Dëmet janë kolosale. Pronarët e dyqaneve flasin për djegje të mallrave që shkojnë miliona lek. Ka pas dyqanin më të vogël këtu, më tepër se 200 milion lek. Vetëm neve, unë më i vogël, po tjerët që kanë më shumë këtu. Ja, jemi kështu në qiell të hapur. Me këtë lloj ndërtimi këtu nuk sigurohet asgjë. Shumë dëme. Unë jam një nga më dëmtuara më shumë. Kisha gati përtoj si gjys Kapanoni. Ngjarja nxeu gjakrat. Në orët e paradites një nga tregtarët u konfliktua me përgjegjësin e tregut për përgjegjësinë mbi zjarrin dhe më pas u shoqërua nga policia. Zjarri masiv ra mbrëmjen e të njëjtës dhe zgjati për disa orë me radhë me të njëjtin intensitet duke shkrumbuar çdo gjë. Në ndihmë të zjarfikësve u angazhuan edhe forcat të ushtrisë. SPAK ka dërguar për gjykim kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 persona të tjerë të dyshuar me akuzën e shkeljes barazisë në tendra. Hetimi lidhet me periudhën kur Benet Beci ishte administrator i kesh. Prokuroria e posaçme dërgoi në gjyq kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci dhe 6 të tjerë si të dyshuar për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera kryer në bashkëpunim. Akuza lidhet me detyrën që ka mbajtur më parë Beci, atë të administratorit të korporatës elektroenergjetike shqiptare, dhe tenderi i gjetur në shkelje kishte fond limit mbi 69 milion lek. Benet Beci në detyrën e administratorit të korporatës elektroenergjetike shqiptare në cilësinë e titularit të autoritetit kontraktor në bashkëpunim me antarët e njësisë së prokurimit, të pandehurit Ionid Kazani, Edlira Mitrushi, Ylka Nishku, si dhe me antarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, të pandehurit Adela Ruko, Rudin Gjoni, Premtim Dauti, kanë paracaktuar dhe krijuar avantazhe dhe privilegje të padrejta për shoqërinë fituese të kësaj procedure prokurimi. Hetimet për tenderin e projektit kërkimor zhvillim strategjik i sektorit energjetik nisi pas disa komunikimeve të gjetura në një pajisje telefonit të sekuestruar në banesën e ish kreut të ARSH, Erviz Berberi. Gruaja e këtij të fundit është një prej të pandehurve në këtë dosje. Mirë, jemi tek ekonomia, do të flasim njëherë për inflacionin i cili vijon të mbetet i moderuar kështu vitin 2025, ai e mbylli në nivelin 2.3%. Inflacioni në vend vijon të mbetet i moderuar, por presioni mbi shpenzimet bazë të familjeve shqiptare është ende i ndjeshëm. Sipas Institutit të Statistikave, indeksi i çmimeve të konsumit në muajin dhjetor 2025 shënoi një rritje vjetore prej 2.3% nga 2.1% që ishte një vit më parë. Kjo tregon se çmimet janë rritur, por me një ritëm të kontrolluar. Kontributin kryesor në këtë rritje kanë bërë shpenzimet për banesën, ujin, energjinë dhe lëndët djegëse, të cilat janë shtrenjtuar me 4.8% në raport me një vit më parë. Ky grup ka ndikuar pothuajse gjysmën e rritjes totale të inflacionit, duke reflektuar kostot më të larta të jetesës për familjet. Rritja është regjistruar edhe tek ushqimet dhe pijet jo alkolike, me një normë vjetore prej 1.6%. Brenda këtij grupi më të shtrenjta janë produktet bazë si i qumshti, djathi dhe vezët, si dhe peshku, vajrat dhe yndyrnat. Në krahasim mujor, çmimet në dhjetor u rritën me 0.7% krahasuar me nëntorin, ku sërish ndikimin më të madh e patën ushqimet dhe energjia. Në tërësi, inflacioni mesatar për gjithë vitin 2025 u mbyll në nivelin e 2.2%, i njëjtë me vitin paraardhës, duke sinjalizuar një stabilitet relativ të çmimeve, por me barë më të lartë për shpenzimet e domosdoshme të familjeve. Këtu përfunduam, zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.